Turizmi me autokampe po fiton gjithnjë më shumë popularitet në Shqipëri, veçanërisht mes turistëve të huaj që zgjedhin të eksplorojnë vendin në mënyrë të pavarur. Samueli nga Holanda është një prej tyre, pasi ka vizituar shumë vende të botës. Këtë herë ai ka zgjedhur përmetin. Prej disa ditësh po qëndron në një kamping, Buzllumit Vjosa, duke shijuar natyrën dhe qetësinë që të ofron zona. Kam vizituar vende të ndryshme të botës, por këtë herë vendosa të vizitoj Shqipërinë. Nga rrjetet sociale kisha mësuar për këtë vend, po kënaqem shumë këtu. Lumenjt, natyra, njerëzit, gjithçka është në harmoni me njëra tjetrën. Do të qëndroj edhe disa ditë dhe besoj se do të kthehem sërish, sepse është shumë bukur këtu. Operatorët turistik thonë se interesi për këtë lloj turizmi është në rritje. Dona Tabaku, administratore një prej kampingjeve në Përmet, thekson se vitet e fundit është shtuar numri turistëve të huaj që vizitojnë zonën me rulota. Interesi të huajve për kampingje është në rritje, sepse natyra na e ofron këtë gjë. Kemi diellin, kemi malet, kemi lumenj, kemi natyrë të mrekullueshme në Shqipëri. Dhe gjë që ndoshta në vendet e tjera ka ndryshuar kjo gjë, por në Shqipëri vazhdon, është goxha natyrë. Gjë që njerëzve u intereson dhe u pëlqen kjo gjë. Ka që qëndrojnë vetëm një ditë, që janë Kalimthi, ndoshta destinacioni i radhës është Greqia, ose ndoshta Korça, por ka dhe të tjerë që zgjedhin të qëndrojnë me ditë me radhë, ndoshta një javë, ndoshta edhe 10 ditë, dhe ata vizitojnë qytetet rrotullnesh, vendet, bëjnë ecje, hiking, lajnë në lumë. Vizitojnë ujërat termale që dhe ato janë të mrekullueshme, kanionin e Lekaricës, bëjnë rafting në Vjos. Ka shumë mundësira për të qëndruar më tepër dhe ata e preferojnë këtë gjë. Dhe ndërkohë pëlqen dhe mikpritja shqiptare, gjë që ngelet gjithmonë, unë e dëgjoj gati për ditë, me fjalë që janë të impresuar ata që nuk kanë vizituar më përpara Shqipërinë nga mikpritja shqiptare, dhe ata që rikthehen thotë një arsye nga këto është dhe kjo pjesë. Me peizazhin natyror dhe mundësitë për të qëndruar pranë natyrës, Përmeti dhe Vjosa po kthehen në një destinacion të preferuar për adhuruesit e turizmit me autokampe.